Nëse do të thoshe që Joe Biden, ish presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk jeton më, pra ka kohë që ka vdekur, ju do ta besonit? Shiko, është një teori që unë kam folur që në vitin 2023. E gjeni këtë video, sepse kam folur gjatë, dhe sot, viti 2026, në platformën The Truth të Donald Trumpit, vetë presidenti Donald Trump ka shkruar që Bideni, ai ka shkruar gjoja me të qeshur, që Bideni vërtet është ekzekutuar, pra nuk jeton më. Dhe ai që keni parë ju thot që nga viti 2022, sepse është ekzekutuar në vitin 2022, sipas tij, pas vitit 2022, pra ai 2023-shi, duke filluar nga viti 2023, është Bideni i zëvendësuar, ose më mirë klon. Tani, normal që disa e marrin si një teori konspirative, madje disa për jush do thonë që janë këto budallëqe, por duhet të dini, sepse duhet ta nënvizoj këtë, që nuk shpik asgjë, thjesht informacione, që në vitin 2024 tregoj që është bërë një eksperiment rreth viteve 2000, sepse duhet të dini që në vitin 1996 është bërë kloni i parë i një kafshe që ishte një Delia që mbani mend, nuk e mbaj mend emrin tani, Dolly, dhe pas saj kanë bërë edhe eksperimente të tjera. Bile do t'ju them, ajo që flitej në vitin 2024, flitej për një eksperiment që është bërë në Kinë, të një ish presidenti, pra ish ministri, jo president, i kinez, është bërë një test vetëm, me fjalë duke me të dhëna dhe të lejuara nga shteti, për të parë në qoftë se ishte mundur që të mund të bëjë një klon eksaktësisht ashtu siç edhe ministri. Dhe çuditërisht thuhet që kloni ka dalë në mënyrë të përkryer. Tani do thotë njëri nga ju, po mirë, pse nuk e bëjnë publike? Nuk munden. Nuk munden sepse janë disa ligje ndërkombëtare, quhen etikat e njeriut, që nuk munden që të thonë që kanë bërë teste, por të dini që çdo test është kryer një herë në kafsh, pastaj në njerëz. Dhe kjo ka vite që është bërë në çdo drejtim, në këtë rast edhe në klon. Pra, ju si mendoni, mundet që me të vërtet Bideni i vërtet me fjalë të ketë vdekur në vitin 2022, po të shikoni, shumë e kanë thënë këtë në disa video, që tregojnë diferencën mes Bidenit të vjetër dhe atij të riut, sikur të ishte i zëvendësuar. Ju çfarë mendimi keni? Pra, mundet që të klonojnë njerëzit sot, viti 2026?